Dialogu është në vdekje klinike që nga shtatori i vitit 2024, kur ka fillu në një mënyrë apo tjetër fushata apo përgatitit për zgjedhjet e atëhershme, që nga atëherë Kosova nuk ka institucione legjitime për me pas negociata për në një proces të tillë, dhe kjo është arsye pse edhe faktori ndërkombëtar nuk është marrë shumë me temën e dialogut dhe nuk ka bërë presion tek pala kosovare për çështjen e dialogut. Sepse për me pas dialog duhet me pas institucione legjitime nga perspektiva e tyre. Ne nuk kemi pas institucione legjitime, kemi pas fituar zgjedhjesh, kemi pas për një kohë shumë shkurt kemi pas kryeministin që i fitoi zgjedhjet deri te përfundimi i mandatit Vjosa Osmanit, po nga perspektiva demokratike, dialog për procese të tilla mund me bos vetëm me institucionet legjitime. Ne nuk kemi institucione legjitime në kuptim të asaj që me pas institucione funksionale, qeveri, parlament, president të zgjedhur. Po, këtë tha Zoja Kallas, që në këtë kohë kur kriju qeveria, do të thonë qeveria Kurtit është në shkurt apo, qëllimi është që të aranzhohin një takim mes Vučićit dhe Kurtit, të dy palët kanë pranuar, edhe Vučići edhe Kurti, dhe ka qenë çështje e datës. Mirë po, shkurja tash në zgjedhjet jashtëzakonshme e bën të pamundur një takim të tillë, sepse pavarësisht rezultateve zgjedhore, megjithatë jemi në proces zgjedhor dhe është e pamundur që të ketë proces dialogut. Që 2 vjet nuk ka proces dialogut, shumë kush, po besoj shumë kush edhe nga ana e Kurtit mendon se po bëhet mirë sepse po shtyhen obligime, se Kosova nashta po ju ik obligimeve që dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare, por është një logjik tërësisht e gabuar. Nuk mundesh me ju ik marrëveshjeve ndërkombëtare. Çka ka nënshkruar Kosova? Dhe kur po them Kosova, mendoj president që kanë qenë, kryeministrat që kanë qenë, duke përfshirë kryeministrin aktual. Çdo marrëveshje ndërkombëtare nuk mundet me ik kërkush. Këta po mendojnë dhe po e shesin opinion që mund me ik, të shohim se si do të bëj mirë, po vonesat në implementim nuk e letojnë, vetëm e randojnë pozicionin e Kosovës në këto marrëveshje. Kush do që tjetë, e ketë garantuar, kush do që tjetë kryeministër. 2 javë të para do të vjen prapë Sorenseni këtu me Kajas dhe do të aranzhojnë takim qoftë me Vučićin, qoftë jo domosdoshmërisht me Vučićin, po do të ketë presion të jashtëzakonshëm për implementimin e obligimeve të Kosovës që i ka në proces dialogut. Kjo është e ditën, të gjithë e dinë. Kosova duhet të jetë e përgatitur. Natyrisht, kjo logjika që mos me këshyr qysh me ju ik obligimeve tua, nuk do të shërbej Kosovës. Kosova duhet të jetë kërkuese, duhet të jetë insistuese. Janë përmend, është në pyetje kriminalitet banjshkos, terroristat duhet dalin përpara drejtësisë, pastaj edhe ato Tibrit, duhet të ketë një proces gjyqësor për krejt njerëz që kanë marrë pjesë në akte terroriste. Kosova ka një agjendë kërkesave që janë të domosdoshme dhe që Serbia është pengesë e tyre, është çështja e lobimit të Serbisë, është çështja e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, janë një sër çështje që Kosova jo vetë të mbrohet në kërkesat që vijnë që për neve kanë janë bënë në një situatë shumë të vështirë, por pa marrë parasysh situata Kosova duhet të jetë gjithmonë e gatshme që në proces dialogu të jetë e përgatitur.